Do të ndryshojë dhe grafiku i kufizimit të dritave për konsumatorët. Dy janë ditët më të lumtura në jetë, dita kur lind dhe dita kur zbulon psen. 12 vjet më parë, më 31 janar 2007, mori jetë Ora News për të nisur një sfidë me veten dhe vështirësitë e mëdha të kohës. Tashmë pas 12 vjetësh, jemi një realitet i pandryshueshëm dhe zgjedhja e parë në shtëpinë e çdo shqiptari, një dritare profesionalizmi dhe vërtetësie, një shpirt me një mision fisnik dhe një lider në informim për ngjarjet që ndikojnë jetën e njerëzve. Kjo është arsyeja pse ka lindur Ora News. Në 12 vjet, ja kemi dalë të jemi vetëm në krahun e atyre që u shërbejnë. Gjithçka për ata, nuk jemi mjaftuar me pak. Fal vizionit të presidentit Ylli Ndroqi, Ora News i ka sjellë shqiptarëve mënyrën më të mirë të trajtimit të një lajmi. Kemi sjellë studio moderne dhe inovative si askush tjetër. Kemi sjellë etikë dhe debat qytetar si askush tjetër. Jemi bazuar tek emrat që përçojnë të vërtetën. Pas 12 vitesh, jemi krenar që ja kemi dalë të vëmë profesionalizmin dhe parimet e gazetarisë, mbi kohët e vështira për lajme të rreme, dhe e kemi bërë duke qenë gjithmonë të parët. Ora News sot është kanali i debatit të vërtet, pa makjazhe, është kanali i emrave të mëdhenj, i lajmeve të sakta, i informacionit të vërtet. Ora ka arritur t'i përshtatet si askush tjetër kohëve që shoqëria kalon. Jemi televizioni me transmetimet më të mira argëtuese dhe kulturore si pjesë e misionit fisnik të edukimit. Sot, Ora është televizioni që shqiptarët i besojnë kohën e tyre për ngjarjet më të mëdha dhe më të fundit brenda dhe jashtë vendit. Ora është televizioni që shqiptarët i besojnë, kur ne u themi se kush do t'i fitojë zgjedhjet përpara se të numërohen votat. Kjo është pesha e përgjegjësisë që Ora News është krenare që e mban çdo ditë. Më e mira ende nuk ka ardhur. Gëzuar ditëlindjen Ora News.